Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka vazhduar takimet zyrtare të planifikuara në vizitën traditore në Maqedoninë e Veriut. Sot presidenti Begaj ka vizituar komunën e Tetovës dhe Gostivarit, ku u prit nga Bilal Kasami dhe Valbon Limani. Presidenti shqiptar në fjalimin e tij para qytetarëve të Tetovës foli për rëndësinë e kultivimit dhe ruajtjes së gjuhës shqipe, si dhe për marrëveshjen e Ohrit, e cila ka siguruar të drejtën themelore për çështjen e gjuhës. Të gjithë ne, sipas mënyrës tonë, sipas mundësive dhe aftësive, duhet të bëhemi misionar të shqiptarisë. Të ruash gjuhën, traditat dhe elementet e tjerë identitare dhe t'i promovosh këto vlera ndërbreza e ndërvise është kauza jonë e përbashkët, kauza që na mban gjallë. Për sa kohë që gjuha shqipe ka mbijetuar, kjo është dëshmi e përpjekjeve që ja bërë për ta ruajtur dhe për ta trashëguar. Ne kemi detyrimin ta vijojmë këtë mision, ta trashëgojmë atë brez pas brez. Presidenti Begaj në selinë e Bashkimit Demokratik për Integrim ka takuar edhe liderin e kësaj partie Ali Ahmeti. Begaj gjithashtu vizitoi edhe Universitetin e Tetovës.